Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Përfshirja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në sulmet mes Izraelit dhe Iranit do ta çonte lindjen e mesme në një konflikt më të gjerë. Paralajmërimi vjen nga përfaqësuesi i Bashkimit Evropian për politikën e jashtme Kaja Kallas. Kur bëhet fjalë për përfshirjen e Shteteve të Bashkuara, atëherë kjo patjetër do ta përfshirë rajonin në një konflikt kufitar, dhe kjo nuk është në interesin e askujt. Dhe nga telefonata ime me sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio, ai theksoi gjithashtu se nuk është në interesin e tyre të përfshihen në këtë konflikt, Kallas. Shefi i diplomacisë europiane theksoi se tani që bisedimet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit kanë mbetur pezull, Europa ka rolin e saj për të luajtur në mënyrë që të mos e lejojë Teheranit të zotrojë armë bërthamore. Ajo shtoi se diplomacia është zgjidhja e vetme në këtë konflikt. Mbreti Abdullah II i Jordanisë i tha Parlamentit Evropian se zgjerimi i operacioneve ushtarake të Izraelit kundër Iranit është një kërcënim për njerëzit kudo. Në fjalën e tij përpara ligjvënësve të Bashkimit Evropian, Abdullah tha gjithashtu se vazhdimi i ofensivës së Izraelit në ripin e Gazës nuk do të shkatërrojë vetëm infrastrukturën, por dhe barierat të mbrojtëse që përcaktojnë sjelljen morale. Abdullah tha gjithashtu se zgjidhja e vetme e qëndrueshme për konfliktin në Gaza është një marrëveshje drejt paqeje dhe i bëritjes e Bashkimit Evropian për mbështetje. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ende nuk ka vendosur nëse ushtria amerikane do të ndërhyjë për krah Izraelit në konfliktin me Iranin. Mesazhi vjen nga kancelari gjerman Friedrich Merz, duke folur përpara ditës së dytë të takimeve në samitin e grupit të G7 në vendpushimin malor kanadez. Merz tha se padyshim nuk kanë marrë ende një vendim nëse do të marrin pjesë apo jo në sulmin ndaj Iranit. Një vendim ka të ngjarë të merret në të ardhmen e afërt, shtoi kancelari. Merz pati një bisedë 20 minutëshe me Trump, takimi i tij i dytë ballë për ballë me presidentin që nga marrja e detyrës muajin e kaluar. Kryeministri kanadez Mark Carney ka njoftuar sanksionet e reja kundër Rusisë për të shtruar presion maksimal ndaj Moskës. Njoftimi u bë në takimin dypalësh me Volodymyr Zelenskin në takimin e G7-s. Sanksionet e reja janë kundër individëve të ndryshëm dhe mbi 40 subjekteve nga Rusia dhe vende të tjera që i shmangen sanksioneve përfshirë flotën në hije për transportimin e naftës, shpjegoi Carney. Kryeministri kanadez njoftoi gjithashtu $2 miliard mbështetje ushtarake nga Ottawa për Kievin, dhe kjo në takimin dypalësh me Volodymyr Zelenskin në G7. Na duhet mbështetje aleatëve tanë dhe faleminderit për paketën e ndihmës ushtarake, sepse ajo është e rëndësishme që ushtarët tanë të qëndrojnë të fortë në fushën e betejës, ndërsa Rusia të jetë gati për negociata paqe, deklaroi presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky në fillim të takimit të G7-s. Kryeministri kanadez njoftoi sanksionet e reja kundër Rusisë për të shtruar presion maksimal ndaj Moskës. Njoftimi u bë në takimin dypalësh me Volodymyr Zelenskin në samitin e G7-s. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.